Për dekada me radhë është debatuar një pyetje që vazhdon të ndajë historianët dhe opinionin publik. Cili ishte qëndrimi i vërtetë i Enver Hoxhës ndaj Kosovës? Një nga periudhat më të diskutueshme është fundi i vitit 1946 dhe fillimi i vitit 1947, kur marrëdhëniet mes Shqipërisë komuniste dhe Jugosllavisë së Josip Broz Titos ishin në kulmin e tyre. Në atë kohë, qeveria shqiptare ratifikoi marrëveshje të gjëra ekonomike dhe politike me Jugosllavinë. Në mbledhjet e Partisë Komuniste, Enver Hoxha argumentonte se kërkesa për bashkimin e menjëhershëm të Kosovës me Shqipërinë nuk ishte rruga që duhej ndjekur. Sipas tij, shqiptarët e Kosovës duhej të jetonin e të vëllazëroheshin brenda Jugosllavisë socialiste me bindjen se një ditë, në të ardhmen, socializmi do ta zgjidhte gjithë këtë çështje. Një episod që përmendet shpesh lidhet me Fadil Hoxhën, një nga udhëheqësit kryesor shqiptar në Kosovë. Sipas dëshmisë së vet Fadil Hoxhës, ai kishte shkuar fshehurazi në Tiranë për t'i folur Enver Hoxhës për çështjen e shqiptarëve të Kosovës. Por kur u kthye në Beograd, Tito i kishte përsëritur fjalë për fjalë gjithçka që ishte diskutuar në Tiranë. Ky rrëfim është përdorur nga shumë autorë si argument për të treguar nivelin e afërsisë mes udhëheqjes shqiptare dhe asaj jugoslave në atë periudhë. Pas prishjes së marrëdhënieve mes Titos dhe Stalinit në vitin 1948, raportet mes Tiranës dhe Beogradit ndryshuan rrënjësisht. Vetëm shumë vite më vonë, sidomos pas demonstratave të vitit 1981 në Kosovë, Enver Hoxha filloi të mbante një qëndrim publik më kritik ndaj Jugosllavisë dhe më mbështetës ndaj shqiptarëve të Kosovës. Pikërisht kjo ka bërë që shumë studiues të pyesnin nëse ky ndryshim ishte një bindje e re politike apo një përpjekje për t'u distancuar nga politika e ndjekur në vitet e para të pushtetit të tij. Edhe sot kjo mbetet një nga temat më të debatueshme të historisë shqiptare. Dokumentet, dëshmitë dhe interpretimet vazhdojnë të analizohen, ndërsa pyetja mbetet e hapur. A ishte politika e Enver Hoxhës ndaj Kosovës një strategji e diktuar nga rrethanat ndërkombëtare apo një lëshim që pati pasoja të mëdha për çështjen kombëtare shqiptare? Në debatin publik përdoret shpesh shprehja se Enver Hoxha e shiti Kosovën. Kjo mbetet një vlerësim i diskutuar, por dokumentet e asaj periudhe tregojnë se udhëheqja shqiptare mbështeti bashkëpunimin e ngushtë me Beogradin dhe nuk kërkoi bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, duke lënë këtë çështje pezull në emër të interesave të kohës.